Sigurisht që të gjithë ju jeni të interesuar në raport me çështjen që e kemi përpara, që ndërlidhet me zgjedhjen e presidentit apo presidentes së Republikës së Kosovës. Më lejoni që t'i adresoj disa çështje për këtë temë, që vlerësoj që janë të rëndësishme edhe për shkak të kërkesave të shumta drejtuar në kabinetin tim raport me të njëjtën. Pra, Kryesia e Kuvendit nuk mund të veproj pa pasur kandidat të cilët i kanë 30 nënshkrime. Pra, kërkohet që të jenë 2 kandidat, por lejohet që t'jenë edhe 3 apo 4 kandidat, sepse siç e dini, Kuvendi i Republikës së Kosovës i ka 120 deputet dhe secili kandidat duhet i ketë nga 30 nënshkrime, por një deputet nuk mund të jap nënshkrimin për 2 kandidat, pra vetëm për një kandidat. Zgjedhja e presidentit pra është një moment i rëndësishëm, prandaj si kryetare e Kuvendit konsideroj që procesi i zgjedhjes së tij apo saj duhet të reflektojë përgjegjësi, maturi dhe mbi gjitha frymë bashkëpunimi. Pas konstituimit të Kuvendit, por po ashtu edhe votimit qeverisë së re, vendi ka nevojë për stabilitet politik dhe për përqendrim të plotë tek prioritetet që prekin drejt për drejt jetën e qytetarëve. Pra nuk është koha as për përplasje, as për kërkesa të paralizueshme që e largojnë procesin nga thelbi i tij. Kushtetuta dhe aktgjykimi i gjykatës kërkon 80 vota në kuti për 2 raundet, pra për raundin e tretë dhe të dytë, ndërsa për raundin e realisht janë 3 raunde, raundi i parë, i dytë dhe i tretë, por në raundin e tretë mund t'i kemi vetëm 61 vota për. Pra, ne është e rëndësishme që t'i kalojmë 2 raundet e para me nga 80 vota në kuti, ndërsa raundi i fundit apo raundi i tretë mjaftojnë që t'i kemi 61 vota për. Kjo do të thotë se fryma e saj është qartësisht frymë konsensusi, asnjë palë vetme nuk mund ta bëj, prandaj duhen diskutime të sinqerta me kërkesa të arritshme dhe jo barikada të patejkalueshme. Si kryetare e Kuvendit mirëpres diskutime dhe takimet që kanë nisur ndërmjet partive politike, për mbështes po ashtu çdo përpjekje serioze për dialog konstruktiv mes palëve politike me qëllim gjetjen e një kandidature që bashkon. Kemi shumë punë përpara, qytetarët presin rezultate, reforma por dhe stabilitet, zvarritja e proceseve apo futja vendit në një cikël të ri zgjedhor do të ishte një kosto e panevojshme politike, por po ashtu edhe institucionale. Pra edhe një herë që të rikthehem tek çështja, ne jemi pyetur se pse Kryesia e Kuvendit nuk po vepron me thirrjen e seancës për zgjedhjen e presidentit apo presidentes. Ne si Kryesia e Kuvendit nuk mund të veprojmë për sa kohë nuk kemi nominime, pra kandidatë të cilët i kanë nga 30 nënshkrime të deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Në momentin kur ne do t'i kemi, do të mblidhet komisioni për licitacion, do t'i trajtoj të njëjtat dhe pastaj do të ketë seancë për zgjedhjen e presidentit apo presidentes. Unë, sikurse edhe ju bashk, i kemi parë qëndrimet e partive politike në vitin e kaluar. Pra, qëndrimet të cilat më shumë bllokojnë se sa japin zgjidhje, e dim, domethënë, rezultatin që e prodhojnë. Prandaj, pa paragjykim për qëndrimet e partive politike, siç keni parë, qëllimi ka qenë që ta kemi një figurë që merr mbështetje nga ana e deputetëve të Kuvendit të Republikës Kosovës dhe që siguron 80 vota në kuti. I dim po ashtu dhe përgjigjet pra e palëve në këtë drejtim. Unë nuk po paragjykoj qëndrimet e subjekteve politike, vetëm për mua qëndrimet të cilat bllokojnë nuk janë të mirësë ardhura. Asnjëra prej subjekteve politike mendoj që nuk duhet t'i thot dikujt që është vetëm kandidati im partijak, mi siguro ti nënshkrimet e ma siguro dhe votën Kuvend të Republikës. Pra mendoj që nuk është në rregull që të mos dihet as emri, por siguroni nënshkrimet dhe votën në Kuvend të Republikës Kosovës. Mendoj që secila prej partive politike, pa paragjykim, duhet t'i braktisin qëndrimet e tilla, le të bëhemi bashk, le të mendojmë për qytetarët e Republikës së Kosovës dhe për interesat
e Republikës së Kosovës. Kemi shumë punë përpara. Vetëm situatat e vitit kaluar mendoj që nuk ka nevojë që të na përsëriten. Unë nuk mund të ndërhyj në diskutimet që partitë politike i bëjnë. Sipas informacioneve që ne i kemi sot do të ketë një takim tjetër pas pak. Pra ndërmjet kryetarit dhe kryeministrit Albin Kurti dhe në anën tjetër kryetarit të LDK zotit Lumir Abdigjiku. Le të shohim se cila do të jenë, si më thënë, qëndrimet pas këtij takimi. Në vetëvendosje ka pasur diskutime. Nuk janë përmendur emra të përveçëm, përveç se ato që i ka përmendur publikisht kryeministri Kurti. E rëndësishme edhe një herë është që ta kemi parasysh secila prej partive politike që blokadat nuk na prodhojnë asnjë të mirë as për qytetarët e Republikës së Kosovës, as për interesin tonë si shtet. Është e rëndësishme pra që t'i kemi 80 vota në kuti në 2 raundet e para dhe në të tretin mjafton me 61. Le të jenë të gjitha palët konstruktiv, pra pa propozime apo pa tendenca për të bllokuar zgjedhjen e presidentit. Aktgjykimi i gjykatës kushtetuese kërkon që të gjithë deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës të jenë të pranishëm dhe të votojnë. Pra, kërkesa që duhet jenë 80 vota është ndërlidhur me këtë. Pra, sepse gjykata kushtetuese i ka detyruar deputetët që të jenë nivelin e përgjegjësisë së tyre, pra të jenë të pranishëm dhe të votojnë. Shkuptim ka 80-shi me rastin e presidentit Pacolli ish presidentit. Por, kjo është përsëritur edhe në aktgjykime tjera në lidhje me konstituimin e Kuvendit, që deputetët duhet jenë aty dhe të votojnë. Prandaj, kërkesa që 80 vota duhet jenë kuti, pavarësisht për kundër apo abstenim në 2 raundet e para, ndërlidhet me këtë, që është detyrimi i deputetëve që të jenë në sallë dhe të votojnë. Ju lutem që ti shihni aktgjykimet dhe ta shihni se gjithë deputetët e kanë për obligim që të jenë në sallë.